analiza e vetme dhe pa të zëvendësueshme në një çift kur flasim për markull është analiza e lëngut spermatik. Lëngu spermatik është ai që ne do të na japë informacione. Është kjo analizë që do na thotë që ku është problematika dhe çfarë duhet bëjmë. Dhe me këtë analizë ne nuk mund ta zvendësojmë tjetër, se po bëjmë diçka tjetër, edhe ti kuptojmë këtë djalë që ky ka problemet e veta. Analiza kryesore. Analiza kryesore pra është lëngu spermatik për analizën e spermës, spermogram. Në bazë të spermogramit ne shikojmë sa është volumi i lëngut spermatik. Si është numri i spermatozoidëve? Si është lëvizshmëria e spermatozoidëve? Si është forma e spermatozoidëve? A kemi infekcion, kemi qelizat polimorfonukleare, janë ca qeliza që të cilët shtohen në momentin kur kemi një mas inflamacioni, kur kemi një inflamacion, kemi një infekcion të gjëndrave aksesore, të gjëndrave ku prodhohet lëngu spermatik.